E dini se kush është shkaku kryesor i vdekjes? Është kaq absurde, madje do çuditeni sepse nuk e imagjinoni. Por sipas një studimi të hollësishëm prej shumë vitesh, rezultatet janë drithëruese. Ndaj ju sugjeroj që ta ndiqni me kujdes këtë material. Ju e dini se nëse nuk flini gjumë humbisni jetën? Pse njeriu vdes nëse nuk flet gjumë? Edhe nëse ju duket çudi, ky është një fakt. Për shembull, mungesa e gjumit kronik shkakton probleme të rënda, si infarkte, iktus, Alzheimer, madje edhe tumore. Njeriu mund të përballojë urinë, mund të rri pa ngrënë shumë ditë, por nuk mund të përballojë dot problemet nëse rri ditë pa fjetur. Për sa i përket gjendjes fizike, pagjumbësia ndikon keq në tërë organizmin, sepse rrit presionin në gjak, bën çrregullime hormonale, madje rrit edhe hormonet e stresit, pra kortizolin. Por çfarë ndodh me trupin e njeriut nëse nuk flet për 3 ditë? Fillimisht shfaqen halucinacione, pastaj njeriu bëhet paranojak. Tashmë është e vështirë për të që të përqendrohet. Madje ka edhe probleme në memorie. E dini se sa mund të rezistojë një njeri normal pa gjumë? Tani po ja u tregoj. Limiti i një njeriu të zakonshëm dhe pa patologji mund të mbijetojë maksimumi 10 ditë pa gjumë. Gjatë një eksperimenti të disa vullnetarëve, u vure se pas 2 ditësh pa gjumë, vetë gjumi minimizohet, sepse trupi kërkon që të adoptohet. Pas 100 orësh pa gjumë, fillojnë halucinacionet dhe një delir i madh ndodh në trurin e njeriut. Përshëndetje, kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëni like faqes. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Dhe tjetra, që është shumë e rëndësishme, ky është i vetmi kanal Nadir Mura. Çdo kanal tjetër që nuk mban emrin tim Nadir Mura është fake. Dhe kështu që ju informoj që të keni kujdes, sepse shpesh ndodhin edhe keq kuptime. Ju falemderit që gjendemi për herë bashkë. Kalofshin ditë bukur. Ka individ që vuajnë nga pagjumësia dhe sipas studiuesve, pagjumësia është një sëmundje. Ka 2 kategori pagjumësie. Njëra është e trashëguar nga familja dhe tjetra mund edhe të shfaqet nga faktorë të ndryshëm dhe pa qenë pjesë e familjes. Zakonisht fillon me vështirësi për të fjetur, pastaj ndikon shumë edhe mënyra e jetesës, shkak i mosfjetjes së orareve të duhura, pra nga ora 23 e natës deri në orën 7 të mëngjesit. Dhe ekspertët këshillojnë që njeriu duhet që të fletë të paktën 8 orë gjatë natës. Ju dua fort dhe dua t'ju informoj që çdo vështirësi tjetër që nuk ju le të qetësoheni, është mirë që ta rregulloni menjëherë, ose vetë ose me një mjek, për të mirën tuaj e kam. Tani më thoni, sa orë flini? A flini natën apo ditën? Kush nga ju e shpërdoron kohën e gjumit dhe cili nga ju është i detyruar sepse punon? E dini se gjumi i natës është tepër i rëndësishëm, ndaj dhe ekspertët insistojnë, duke e thënë. Pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë informacion. Kalofshi bukur.